Re të kuqe dhe Kështu rokate tjeta janë dy botimet më të fundit të autorit Ndrek Detguri, që u promovuan në ambientet e bibliotekës Zoja e Shkodrës. Këto dy vëllime poetike që pasojnë 4 botimet e mëparshme të autorit, tashmë në moshën 90 vjeçare, sjellin në vargje përjetime dhe ndjesi, kryesisht për periudhën e para viteve 90. Kryesisht janë libra si flasin vetëm për ata çka unë kom pas dëshirë e çka kom menue. Janë libra ku flasin vetëm ata që kanë një me gjithë shpirt e me zemër, tu ju drejtua kryesisht tek e drejta, e te vërteta. Si për veti, si edhe për gjithë ata si kom ljoftër gjatë jetës seme. Në ceremoninë e promovimit, veprat e autorit Guri u vlerësuan nga studiuese publicistë të pranishëm, si dëshmi me vlera të veçanta letrare, por edhe si kontribut në ruajtjen e kujtesës historike, kulturore dhe shoqërore përmes përvojave jetësore. Ta kem promovues i 2 librave të autorit Ndrek Guri, të titulluar Kështu rreket jeta dhe Re të kuqe. Ndrek Detguri, ish i përndjekur politik, emigroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fillimin e viteve 90. Përveç poezisë, ai është autor edhe i disa botimeve të tjera në zhanrin e letërsisë dokumentare, ku trajton për ndjekjen dhe vuajtjet e familjes së tij dhe të shumë të tjerave, veçanërisht në zonën e Dugagjinit gjatë regjimit komunist.